Mirëmbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamur. Mirë se erdhët edhe sonte. E sonte ne do flasim për operën, do flasim për skenat e mëdha, do flasim për eksperienca në skenën operistike dhe do flasim edhe për bashkëpunime. Kam nderin dhe kënaqësinë që në studio të kem një tenor që unë do ta quaja shumë të dashur dhe shumë të jashtëzakonshëm. Sepse e them këtë sepse ai ka luajtur shumë role të rëndësishme. Mirë po e them këtë ndoshta edhe pse kam kolegë këtu në televizion. Unë propozoj që të ndjekim vetëm siglën dhe të rikthehemi sërish në studio me te. Ismet Vejseli është tenor dhe një nga zërat aktiv të skenës operistike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ai ka lindur në Kumanov, në një familje ku muzika ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës dhe e trashëgimisë kulturore. Rrugtimi i tij artistik lidhet me një traditë të fortë familjare, pasi gjyshi i tij, Ismet Vejseli, ka qenë një nga këngëtarët e parë të muzikës popullore shqiptare në Maqedoni, duke lënë gjurmë të rëndësishme në skenën muzikore të kohës. Kjo frymë artistike është reflektuar edhe në rrugën që ai ka ndjekur, duke u orientuar drejt muzikës klasike dhe operës, një nga format më kërkuese të interpretimit vokal. Sot, ai është pjesë e skenës operës dhe baletit të Maqedonisë së Veriut, ku ka interpretuar në produksione të ndryshme operistike, duke ndërtuar gradualisht profilin e tij si tenor. Përveç angazhimit në vend, Ismet Vejseli ka zhvilluar një pjesë të rëndësishme të karrierës së tij edhe jashtë vendit, duke qenë pjesë e operës së Bratislavës. Kjo përvojë ndërkombëtare ka ndikuar në formimin e tij profesional dhe artistik, duke i dhënë një perspektivë më të gjerë mbi skenën operistike europiane. Pas kësaj periudhe ai është kthyer në vendlindje, duke vazhduar angazhimin e tij në skenën vendore dhe duke kontribuar në zhvillimin e jetës muzikore dhe kulturore në rajon. Një nga momentet më të rëndësishme të karrierës së tij së fundmi është debutimi në rolin e Goros në operën Madame Butterfly të Puccinit, një nga veprat më të njohura të repertorit operistik botëror. Paralelisht me repertorin ndërkombëtar, ai është aktiv edhe në promovimin e muzikës shqiptare, duke interpretuar në operën Goca e Kaçanikut të kompozitorit Rauf Dhomi, si dhe duke marrë pjesë në koncerte dhe projekte muzikore në rajon. Në skenë, ai ka bashkëpunuar edhe me emra të njohur të operës, si soprano Inva Mula, Dëshira Ahmeti dhe Besiana Mehmeti, duke ndarë përvoja artistike me figura të rëndësishme të muzikës klasike. Përveç performancës në skenë, Ismet Vejseli është aktiv edhe në promovimin e muzikës klasike përmes mediave, duke realizuar edhe podcast të dedikuar të këtij arti, me qëllim afrimin e muzikës klasike me publikun më të gjerë. Sot ai vazhdon rrugtimin e tij artistik me skenës së operës dhe angazhimit për të sjellë më afër publikut një nga format më të rafinuara të artit, muzikën klasike. E pra të nderuar, ashtu siç e dëgjuat dhe e pat nga paralajmërimet e mia, kam shumë kënaqësi dhe nder që në studion të ndaj me Ismet Vejselin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Glamur. Përshëndetje Ardita, faleminderit shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi sepse për këtë takim tonin ne kemi fol para shumë muajsh. Po. Qysh kur ishte, nuk e di, a ishte para natës gala të 28 nëntorit, a ishte pas me Gocën e Kaçanikut, mirë po e di që kemi bisedu që do vi, po të kuptoj, do vi. Kemi taku në montazh të atij koncerti. Ismet, unë desha me fillu me rolin e Goros, me eksperiencën tënde të fundit në operën dhe baletin, po do ta filloj me një gjë se hyra në Facebook, çdo ditë, se kam pas kohë shumë me të pa, kom hy në Facebook dhe e pash do të realizohet edhe një koncert tjetër në Kumanov, koncert edukativ, me 25 mars. Filloma me koncertin, sepse është diçka që do të vi, diçka që pritet. Javën tjetër, po fillojmë me një koncert edukativ për herë të parë në Kumanov, se kemi bërë shumë koncerte të muzikës klasike, kemi bërë recitalet ndryshme me muzikë serioze, pastaj vitin e kaluar kemi bërë me muzikë shqipe më shumë, i kemi dhënë kështu një rëndësi më të madhe muzikës shqipe, sepse shumë pak performohet muzika e shkruar shqipe.
Edhe si vjetë kemi ardhur me një koncert edukativ për shkak që shihet një numër i vogël i të interesuarve për muzikë klasike në vendin tonë përgjithësi, po edhe në Kumanov, si qyteti i dytë më i madh në Maqedoni, e realisht që e ka Shkupin shumë afër, edhe shkolla e muzikës, shkolla e mesme e muzikës ka shumë pak nxënës, e më herët kemi qenë, në gjeneratën time kemi qenë shumë që kemi ardhur nga Kumanova, kemi udhëtuar bashkë. Ky koncert do të mbahet me 25 mars, siç thash, në ora 5 në Qendrën për Kulturën Kumanov. Violinisti Azana Zumeri do të flasë për violinën edhe për veprat për violinë. Pianisti Shkërzem Baftiari do të na përcjellë të dyve në veprat tona, por gjithashtu edhe ai do flasë për pianon. E unë do flasë për këndimin, si ka evolu këndimi nga baroku i hershëm deri te klasicizmi, romantizmi. Kështu që fëmijët që do të vinë do të kenë mundësinë të njoftohen në mënyrë pak më interaktive dhe pak më tërheqëse me muzikën klasike. E keni menduar shumë interesant, sepse do ketë koncert quhet, po ligjërata i bie kjo. Po patjetër se do flasim edhe fëmijët do kenë mundësi të pyesin për muzikën klasike, po. Fillimi është, unë sigurisht që dëshiroj shumë suksese, ju dëshiroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Dhe shpresoj që mos të harroni edhe Shkupi me kështu koncerte të këtilla, sepse ka nevojë, është interesante edhe për fëmijët. Ne në Shkup me një ekip tjetër të kolegëve kemi bërë disa shfaqje në disa shkolla për fëmijë. Kështu që kjo ide daton 2021 ndoshta. Edhe po mundohemi ta risjellin, por është shumë e vështirë sepse tërkohës kërkojmë mjete, sepse dini se nuk funksionon sot asgjë pa mbështetje financiare. Patjetër. Mirë po, është bukur që e keni menduar. Ngjarja e fundit e cila ndodhi ishte opera e Puccinit pra Madame Butterfly, ku ti e luajte rolin e Goros, një karakter pak më cinik. Më cinik. Shumë thonë që duhet, nuk janë edhe rolet kryesore ata që mbajnë skenën, janë ata të cilët e nxisin atë ngjarjen. Sa u përgatite për rolin e Goros? Realisht për rolin e Goros mora ftesë nga drejtori artistik Dejan Stojev, sepse ai e ka këndu këtë rol. Edhe pas emërimit të tij ai kërkonte alternativë kush do këndoj. Edhe më ofroi rolin, por kërkoi audicion, sepse unë jam ende i ri në teatr, kam vetëm 6 muaj që jam angazhu, edhe kërkoi audicion, dhe audicionin e pata për 13 ditë, kështu që është dashur këto pushimet e dimërore mos t'i shijoj fare. E ulem ta mësoj rolin, po mendoj që arrita mirë, edhe në audicion kalova shumë mirë. Pastaj edhe me regjisorin Trajko Jordanovskit me cilin kemi punu, kemi kalu mjaft mirë, dirigjenti ka qenë shumë i mirë, kështu që mendoj në fund rezultoi shumë mirë. Po. Mirë po, ne shohim në shfaqje shohim një glamur të operës, shohim gjëra të bukura të cilat. Mirë po, pas perdes, pas asaj perdes është një tenor i cili përgatite, duhet të qëndroj ndoshta pa fol me orë të tëra, nuk e di si është procesi, po besoj që është shumë më i rëndë. Dhe sidomos te kjo shfaqje ti kishe edhe pjesën e aktrimit që duhesh të punosh edhe shtesë. Patjetër. Dhe në fund kur të përfundon ajo, është ajo frymarrja kur si e pash edhe një citim, një shkrim tëndin gjithashtu në Facebook që ishte shumë falemnderues për durimin, për familjen, për gjithë këtë. Mendoj që një këngëtar lirik, sidomos këtë profesion, është shumë e vështirë me mërrit deri te ky rezultat që po e thutim. Ajo energjia me u zvarku më në fund. Edhe pastaj janë 2-3 ditë ku nuk mundesh me flejtë, edhe para shfaqjes, po edhe pas shfaqjes. Po edhe pas shfaqjes. Kështu që patjetër janë familje që durojnë, se ti ke një profesion jo të zakonshëm, nuk është një punë që vjen në ora 9 edhe përfundon në ora 5, po është diçka që është me ty tërkohës, ti ke instrumente me vete, ke kujdes, siç thash shumë mirë, që ne nuk flasim me orë të tëra para shfaqjes. Po 2-3 ditë përpara jemi tërkohës në piano duke provu, mos ndoshta ndonjë ton nuk do del ose diçka nuk do jetë bukur. Kështu që është më shumë përgjegjësi se sa kënaqësi në fund. Po është detyrë edhe është arsye sepse ne jetojmë realisht. Sa kohë është gjithmonë ajo procedura për ta realizuar një rol, sepse ndoshta edhe kjo pjesë ju intereson shikuesve dhe gjithë atyre të cilët duan të dinë për aktin e këndimit. Më herët në historinë e muzikës klasike, unë themi, edhe këndimit operistik ka qenë shumë e lehtë përgatitje, sepse këngëtarët kanë qenë
më pak të angazhuar, ka pas më pak teatro, ka pas më pak shfaqje dhe koha ka qenë më e gjatë për të bërë gati, kanë qenë 2-3 muaj, cilin aktori, këngëtari ka mësu se si ta aktroj rolin, se ta këndoj. Sot është shumë e vështirë sepse opera dhe bota operistike është një mashineri ku kërkohet tërë kohës t'jesh i zgjuar dhe të mos flesh fare. Edhe kërkohet që ti t'jesh me partitura në dorë duke e lexuar partin tjetër që do e këndosh pas një jave. Kështu që ka fillu me qenë shumë e vështirë, po mendoj se është vetëm një mënyrë që me pas punë realisht, edhe me dalë në skenë edhe me këndu me bë atë që e do. Shumë këngëtarë kanë dështuar në këtë aspekt, sepse përveç punës ju mungon edhe vullneti. Vullneti është gjëja e parë që kërkohet për një këngëtar lirik. Kështu që mendoj se ka fillu me u bë koha shumë e vogël për secilin këngëtar. E për mua, siç u thash, për 13 ditë është dashur me përgatit Gorën. Gocën e Kaçanikut, cilin e kam këndu në Kosovë, është dashur me përgatit për 15 ditë. Tani do këndoj me 8 prill në Filharmonitë Maqedonisë, edhe kam shumë pak ditë për ta përgatitur. Kam fillu dje, kështu që është shumë kohë e vogël për me u përgatit. Po, e the që përgatitjet janë goxha, kërkojnë goxha energji dhe goxha stres, sjellin ato. Pjesa tjetër e cila shumë më intereson, unë desha ta filloj nga gjërat e fundit të cilat ka ndodhur, mirë po një gjë shumë e rëndësishme e cila ka ndodhur është edhe mega gala koncerti me 28 nëntor në sallën e Operës dhe Baletit me divën e muzikës klasike, me një soprano tjetër shumë të madhe, siç është Dëshira Ahmeti. Mirë po, patëm mundësinë dhe rastin të jesh shumë afër edhe pranë sopranos me famë botërore, me atë më të dashurën të shqiptarisë, Inva Mula. Si ishte ajo eksperiencë jotja? Unë do ta kërkoj Teuta, se po e shoh në inserte, mirë po do ta kërkoj që të ndjekim edhe atë pjesën që një pjesë që e kam vjet nga Facebook. Pa problem fare.
do shto dëgju edhe në ekran, sepse thash si ishte ndjenja atje shafër, a ishte pozitive, sepse para ma shumë se 15 viteve, unë jam taku dhe kam ba një intervjist shumë të shkurtër në atë periudhë, dhe ka qenë shumë zonjë pozitive. Si ishte ndjenja që të interpretosh fillimisht para dy zonjave, dy sopranove me famë botërore, dhe si ishte ndjenja që t'jesh afer në Vamullës? Është një sukses shumë i madh, mirë po edhe një përgjegjësi shumë e madhe për gjeneratën e re të tenorëve. Patjetër se jemi rritë me Vamullë. Edhe ka qenë gjithmonë një ikonë që e kemi pasi diçka të parritshme. Ka qenë sopranoja e parë shqiptare, po edhe këngëtarja e parë lirike shqiptare, që ka kënduar në gjitha teatrët më të mëdha të botës, ka prek Metropolitan, La Scala, edhe konstant 15 vite ka qenë në ato skena, ndoshta edhe më shumë. Takimi i parë ka qenë shumë pozitiv, patjetër se ajo është një zoj që ka bashkëpunu me këngëtarë ndryshëm, edhe besoj që i vjen diçka natyrale asaj me u taku me këngëtarë edhe me njerëz të ri, po për mua ka qenë shumë stresuese sepse po afrohesh afër dikuj që e ke pa dhe ke ndërru me këndu, ndoshta ndonjëherë para asaj afër me të. Kështu që është moment shumë i këndshëm për mua dhe faleminderit shumë që e ktheve se po harrohen shumë shpejt. Jo, ne nuk e harroj. Faleminderit shumë. Jo, në atë aspektin që unë po e harroj sepse po eci edhe po vinë përgjithësi të reja, punë të reja, edhe kjo është vërtet nësi kur këndon me njerëz të tillë. Po është një përgjithësi, mirë po është edhe përgjithësi edhe për gjeneratën më të reja, ashtu si që thash të tenorëve, për ta marrë mbi supë një përgjithësi të këtillë dhe një satisfakcion, se është edhe satisfakcioni i këtillë. Ke qenë shumë afër. A ka pas mundësi që të bisedosh dhe të jipet ndonjë këshill apo ndonjë gjë që ty të ka mbet në mendje që a kështu do ta bëj ose ashtu do ta bëj? Patjetër, në 2 ditë para shfaqjes, unë isha shumë i smur, edhe po mendoja me anullu, edhe erdhi në Vamulla mi tregoi disa kështu teknika. Po. Disa momente magjike kështu, edhe shëndetësore, edhe me ilaçe, po gjithmonë natyrale. Edhe realisht të nesit pat efekta, kështu që këta njerëz që kanë përjetu gjithçka dinë edhe kështu lloj magjirash, mund të themi. Po edhe në aspektin teknik edhe të këndimit kemi bisedu mjaftueshëm për këtë ditë që kemi pas prova. Ajo ka qenë shumë e kënaqur në aspektin se si po këndoj teknikisht dhe mendon që kjo është rruga për mua, edhe është një vërtetim për mua që unë jam në rrugën e drejtë dhe është mjaft mirë. Në aspektin gjuhësor ka pas disa momente ku ka tregu se si duhet të thënë, sepse kam kënduar në frangjesht, ajo ka jetuar realisht në Francë, në Paris. Edhe po mendoj që në fund ajo ishte shumë e kënaqur, edhe kemi lënë hapësirë për bashkëpunime të tjera, kështu që këtë verë mendoj që do takohemi përsëri për disa projekte të tjera. Në që edhe një rrisi tjetër. Po. Edhe një rrisi tjetër. Unë thash vitin 2025 disi e përfundove shumë bukur. Filloi prej 2024-s me gocën e Kaçanikut në Prishtinë ku ishe, pastaj 28 nëntori, pastaj me tetor më duket kishte edhe një koncert tjetër në Kumanov, ku me oktetin Harmonia ju kishit një koncert shumë bukur, sepse u përkujtove edhe në muzikën qytetare. Emri gjyshit, Ismet Vejseli, një artist i cili e ka mirëmbajt shumë bukur këngën qytetare. A mendon që është një farë pjesë që ti e riktheve edhe këtë erë Kumanovës? Mendoj që se cili performim imi në Kumanov është rikthimi i emrit ti. Edhe kjo më bën të lumtur sepse kemi edhe emrin e njëjtë. Po patjetër që muzika shqipe po mundohem mos me ju largu, sepse muzika shqipe është ai që unë jam realisht. Edhe mund të këndoj në të gjitha gjuhët e botës, por nuk mund ta humbas atë që nga vi, edhe se nga kush jam bërë ky që jam. Kështu që po, Ismet Vejseli është një ikonë e Kumanovës, edhe mendoj që se me secilin koncert ne mundohemi ta rikthejmë atë
vrullin e muzikës shqipe që ka qenë atëherë, sepse Kumanova njihet që ka gjithmonë këngëtar shumë të mirë dhe vazhdon të kjo. Është e vërtet. Është kjo gjë shumë është e vërtet. Sidomos të muzikës popullore. Po, është shumë e vërtet. Kaloi bukur edhe koncerti i parë në Kumanov. Mirë po tash të flasim edhe për një gjë tjetër shumë bukur, e cila ndodhi për herë të parë opera Goca e Kaçanikut, u realizua në Shkup. Më tregoj edhe për emocionin e këtij viti, domethënë. Të Gocës Kaçanikut? Gocës Kaçanikut. Po, Goca e Kaçanikut, se kur e kujtoj Trimorin është gjithmonë rol shumë i vështirë me u këndu. Është rol i parë, realisht, sepse Goro ka qenë rol i dytë, edhe është gjithmonë tjetër ndjenjë, edhe tjetër përgjegjësi, edhe tjetër përgatitje teknike, edhe shëndetësore, sepse këngëtari përgatitet së pari për shëndetin, pastaj për këndimin. Kësaj herë ka qenë më pak stresuese, sepse strategjia e këndimit ka qenë shumë më e mirë se herën e parë, patjetër, sepse kam pas kohë edhe me analizu, po edhe me përjetu se si është ta këndosh në skenë. Pastaj në teatr është gjithmonë ndjenja tjetër, sepse në Prishtinë kemi këndu me mikrofona, teatr është akustika, në Tiranë kemi këndu pa mikrofona dhe aty akustika ka qenë shumë e mirë, por në teatrin tonë akustika nuk njihet që është më e mira në botë, edhe kërkon tjetër përgatitje, dihen ato pikat këngëtarët i dinë saktë se ku me u ndalë për me këndu, po me operën e Kosovës nuk ka shansa me dalë diçka keq. Po, soprano Adelina Paloja është e realizuat shumë bukur rolin. Sa kohë u deshte edhe kjo përgatitje, si erdhi deri te ky bashkëpunim, sepse je një tenor i cili po thyen këto skenat dhe po vazhdon me punë, angazhime, sa të merr kohë kjo, sa të merr energji për përgatitje të rolit, sa kohë tu deshte edhe për këtë rol? Kemi punu 30 ditë pa ndalë çdo ditë diku 8 deri 9 orë. Vetëm prova regjie, sepse është vendos një opera e re nga fillimi deri në fund, diku 2 orë zgjat, ndoshta Goca e Kaçanikut. Po kjo punë ka qenë rezultat i Nikolin Gorakuqit, i cili edhe në atë moshë pas 84 operave, kjo ishte 85 e tij, e vendosi pa problem fare, po me shumë punë. Edhe mendoj që ka qenë e vështirë për të më shumë sa për neve, sepse ne kemi zbatu vetëm urdhrat. Patjetër, po. Po edhe pastaj duhet të kesh një memorie shumë të mirë, duhet dish ku me dalë, edhe si me pas raportin me karakterin tjetër. Edhe këtë e kemi biseduar edhe me këngëtarë tjerë që gjithmonë një këngëtar duhet ditë gjitha rolet në opera, sepse ti duhet dish se çfarë ke atë lidhjen me karakterin tjetër. Kështu që është me të vërtet një proces shumë i gjatë, ne jetojmë me operën derisa përfundon, edhe pastaj duket sikur edhe jeta ka përfundu, sepse jeton, i bëhesh ai roli që ti e këndon. Mirë po kjo shkrirja në shumë role ndoshta të ka ndihmuar, sepse ti ke eksperiencë edhe në operën e Bratislavës. Ajo, tash u lirova, eksperienca e bën edhe të vetën, sepse ke kënduar edhe në skena shumë të mëdha, je ndoshta një ndër ata artistë e ri që është rikthyer, pse u riktheve? Çka të bën të rikthehesh? Jam rikthyer për shkaqe familjare, kështu me thon troç. Jam rikthyer për familjen time, sepse kam pa që gjithçka mundesh me më rri në jetë. Por nëse ti nuk je i lumtur edhe i përmbushur, edhe kryet koncert dhe nuk e ke dikant afër me ndat, nuk mendoj që ja vlen. Është ashtu, është shumë e vërtet. Dhe e ke bërë shumë mirë, sepse sukseset nuk të janë ndalur, sukses pas suksesi. Realisht kam pas frikë kur jam kthy shumë, edhe ka qenë kështu një lojë pa e mendu mirë, ndoshta. Veprimat i kam marrë në bazë të emocionit, po mendoj që Zoti di punë më mirë se na. Patjetër. Edhe në fillim e cekëm, nuk e di pse më lidh kjo pjesa, sepse je shumë njeri pozitiv, edhe prandaj mendoj që njerëzit pozitiv ju del ajo e mira, ajo pozitiviteti reflekton edhe në veprimet gjatë jetës. Një pjesë tjetër shumë interesante është edhe podcasti të cilën ti realizon në televizionin tonë, Muza. Është ndoshta
një farë mënyre për ta tregu që opera është e lehtë, mirë po ti e ke gjetë atë mënyrën tënde. Si po shkon podcasti? Si janë gjitha, apo ke kohë, sepse apo ke vështirësi se ti ndoshta e ke edhe më lehtë për të gjetë mysafir. Është vështirë sepse ka shumë pak muziciantë të muzikës klasike. Edhe podcastet dedikohet vetëm muzikës klasike. Edhe mendoj që ka nisë me u bove vështirë me gjetë mysafir me cilët të bisedosh për muzikën klasike. Si thash, edhe koncerti edukativ, po edhe podcasti ka qenë ky qëllimi im që njerëz të afrohen në muzikën klasike, sepse siç po shihni edhe në botë ka filluar një debat se po vdes muzika klasike, opera dhe baleti, siç po shihni. Edhe mendoj që ne që jemi të kësaj lëmie duhet të japim kontribut që mos vdesë ky lloj artit, sepse e dim Maqedonisë shumë frekuentohet shumë pak, edhe më vjen keq kur në publikun ton në operatash që jam edhe aty angazhuar, nuk ka shumë shqiptar që ndjekin opera. Edhe ky ka qenë gjithmonë qëllimi me podcastin. Edhe mendoj që kemi bërë 50 epizoda shumë të mira, kemi pas 50 mysafir të ndryshëm, kemi prezantuar ftyra të reja, sidomos artistë që po vinë, studenta që po vinë, shumë të mirë, që është çuditërisht janë seriozisht shumë të mirë, edhe shumë gëzohem kur i dëgjoj. Po edhe njerëz me eksperiencë si Ana Badivuku, Meriton Ferizi, cilët më kanë tregu histori që ndoshta privatisht, edhe pse tash kam arrit dhe jam në atë rrethin e muziciantëve, ndoshta nuk mi kanë tregu personalisht, po para televizionit njeriu ka qef të tregoj ato që i ka përjetu. Edhe mendoj që po ecën mirë, po për këtë punë patjetër që duhet falenderoj Avni Qailin, Axhi Avnisi. Axhin Avni. Gjithë e falenderojmë na iku, po këtu e kemi prapë në i cili realisht më ka përkrah për me e bo, sepse dihet që televizioni është gjithmonë për diçka më inovative, diçka më të re, cila është momentale, dhe muzika klasike nuk është ndoshta shumë momentale. Jo, është ajo e cila ka pjesë të audiencës të cilët e frekuentojnë dhe e dëshirojnë dhe e duan muzikën klasike, dhe shumë bukur ke bë që pikërisht ti e ke përgjigjur një emision që të na informosh pak më tepër, sepse unë po mundohem, mirë po terminologjitë kryesore të muzikës klasike nuk po më kujtohen, dhe unë e shef edhe gjatë bisedës po mendohem pak më gjatë se ti. Kështu që është shumë një hap i bukur të cilin e ke realizuar edhe të cilin po e bën me podcastin tënë. Inshallah e vazhdon, nuk e ndërpren, sepse angazhimet e shumta ndoshta njeriu e bën që të ketë një burnout, thotë, jo, s'mundem me e bë. Vazhdon? Musa, po. Për momentin është duke vazhdu. Është duke vazhdu. E po mira, e ke të rënë të gjesh si është e adaptimi me mysafirët? Me mysafirët është gjithmonë ajo lufta e dëntit që i fton, pastaj nuk janë të lirë dhe pastaj dush me gjetë datë tjetër. Po më gëzon fakti që realisht atë që e kam bërë muzikë klasike, po shfrytëzoj edhe në këtë aspekt, edhe respektin e njerëzve për shkak të këndimit tim, po e sjell edhe në radio-televizionin e Maqedonisë. Kështu që jam i lumtur me gjithë këta mysafir që i kam pas, mendoj që ka njerëz që duhen me ardhë prap, sepse sikur mua edhe njerëz tjerë ju ndodhen scene të reja. Të reja, po patjetër. Kështu që patjetër që të vazhdoj derisa të kem fuqi unë me vazhdu. Patjetër. 2025 e tham që përfundoi shumë bukur, 2026 filloi jashtëzakonisht shumë bukur. Mirë po, në çfarë është fokusuar? Përmendëm edhe koncertin në Kumanov, të cilin do ta realizoj, aty besoj që është edhe fokusi jot. Në çka je fokusuar gjatë periudhës në vazhdim? E the që do të kesh edhe një tjetër koncert pastaj. Cilat janë planet në një të ardhme të afërt? Realisht me 23 mars kemi një koncert në komunën e Lirikovës, vetëm me vepra shqipe, po edhe aty është ky koncept është edukativ, ku do t'jenë të ftuar fëmijë nga shkollat ndryshme, po nuk do t'jenë fëmijë, po do t'jenë ndoshta të rinj të shkollave të mesme edhe të shkollës fillore. Pastaj me 25 mars jemi në Kumanov me koncertin edukativ, dhe pastaj jam me 8 prill në Filharmoninë e Maqedonisë, ku do të këndoj solist në veprën e Rachmaninov, e cila quhet Zvona, The Bells anglisht.
është koncert për festën e Maqedonasve. Dirigent është Najden Todorov, dirigenti nga Bugaria, i cili është për momentin ministri i kulturës atje. Solist do t'jam unë, Katerina Stojanova nga opera e baletit, dhe Ivan Naumovski, profesor në Fakultetin e Muzikës. Deri këtu jam me mendime dhe me përgatitje. Po, a mendon që normal që do t'ja dalësh, po a është e rëndë sepse ke shumë aktivitete, je i ri, ndoshta nuk e ndjen atë aktivitetin shumë të madh fizik të cilën e ke dhe me gjithë këto rolet të cilët po i realizon dhe po i mendon. Sa po të ndihmon, sa po përgatitesh edhe për këto role? Patjetër është proces, çdo ditë ulesh në piano nga mëngjesi deri në mbrëmje, po mendoj që ja vlen sepse kjo është puna jonë e para. Pastaj nëse ne që jemi të ri nuk japim kontribut, sepse është edhe kjo një tendencë nga këto që janë me mosh pak më të moshuar. Që je shumë i ri, mos unë gotë se je shumë i ri, unë nuk mendoj ashtu, mendoj që të rit duhet të japin kontribut më të madh këtë shoqëri, edhe jo vetëm muzikën klasike, por në gjitha aspektet, sepse rinia e mban kulturën, rinia e mban edhe shtetin, ndoshta, po me siguri kulturën e mban rinia. Në gjitha teatrët e botës, këngëtarët më të mirë janë 30 vjeçar, 31, 32, kështu që. Atëherë kanë fuqinë më të madhe edhe fizike. Ismet, kur je veç më në këtë vrullën e aktiviteteve tua, çfarë pritet më tej? Cilat janë synimet e tua, ndoshta të ardhshme, të cilët ti ja ke vëndu kështu pika qëllimi në jetën tënde? Realisht, këto vitet e fundit e kam pa që planet që i bëjmë jo gjithmonë na ecën si ne duam, edhe kam lënë kohës edhe momenteve që vinë vetë realisht. Për këto koncerte që i kam, do punoj ashtu si që kam punur deri tani, edhe si që tregova deri me 8 prill, janë këto angazhime, pastaj është një koncert me 23 maj i recitali imi me violinisten Alba Zeqiri, pastaj do shkojmë në New York për një koncert tjetër, edhe nuk e di pastaj se çfarë vijnë, po gjithsesi jemi të punu për gjërat mira. Për gjërat mira. Çfarë mendon që është ende ajo të cilën ti nuk e ke realizuar ende, dhe cilat janë ato dëshirat e tua, veç më po e përsëris sikur pyetjen, po cila është ajo ëndra jote të cilën ti nuk e ke realizuar dhe ajo që të mban zgjuar natën një artist, ndoshta po nuk e teproj nëse e them, se një njeri i cili krijon, një njeri i cili punon, gjithmonë edhe natën planifikon se çfarë do bëjë, cila është ajo ndoshta skena të cilën ti don ta prekësh, ndoshta skena e Vienës, apo një skenë në Milano, cila është ajo dëshira që të mban zgjuar? Gjatë kohës studimeve kam qenë kështu që si po thotë, pas secilës orë të këndimit me profesorishën time, kam ndru, realisht, sepse një këngëtar që nuk ndron është shumë vështirë me i mrri ata që i dëshiron. Po tash jam në një mosh ku kam fillu me i pasenet pak më realisht. Më realisht, edhe kjo po më pengon me tregu drejt, sepse nuk të lejon ti me qenë edhe më kreativ se që je, realisht. Dëshirat edhe ëndrat bëjnë shumë kreativ, edhe gjenë gjithmonë një mënyrë për me i realizu. Po tash kam fillu me qenë realist, edhe po shoh si po ecë edhe bota, edhe kjo industri. Edhe mendoj që gjërat do të vinë vetëm nëse unë provoj. Po për momentin jam i stacionuar këtu, edhe jam shumë i lumtur me krejt angazhimet, po ndoshta në të ardhmen patjetër që do të tentoja me shku në një teatr evropian, me provu veten, nëse mendoj që ja vlen, edhe nëse mendoj që kam kapacitetin, sepse ne mund të shohim këndimi operistik është të përjetu një revolucion nga Amerikanët, sidomos shkolla e Amerikës ka ndryshu konceptin e këndimit dhe këngëtarët amerikanë janë gjithmonë më të përgatitur se evropianët. Edhe kur të vinë ata e dinë edhe partiturën, e dinë edhe aktrimin, edhe diçka edhe nëse e jep për një javë. Kështu që është të ndryshu loja realisht në botën operistike, edhe mendoj që unë si i ri duhet patjetër të jem aty dhe i vëmendshëm me gjitha këto ndryshime. Është bukur që i shef gjërat shumë realisht, mi po e përmendte edhe ndrimin, edhe jam duke e përfundu. Po
Po ta rumbullaksoj sepse të kam pa edhe shumë më herët, si një djalë i cili ka prek skenat e operës shumë vite më herët, dhe duke ndruar apo duke manifestuar në një farë mënyrë je këtu ku je, dhe unë mendoj që je në një vend shumë të bukur, uroj që të kesh sukses edhe të më të mëdha dhe më të mëdha, dhe uroj që dhe atëherë të vish të realizojmë një bisedë televizive për të më tregu për suksese dhe për gjërat bukura të cilat kanë ndodhur. Patjetër unë e vlerësoj shumë sepse ti je vetmja, nëse mund me të drejtu me ti. Si. Ti je vetmja që më ke bo ftesë realisht për gjitha këto angazhimet, edhe është gjithmonë ndjenjë mirë kur njeriu flet për veten, se në cilësinë e gazetarit jo gjithmonë flet për veten. Patjetër. Gjithmonë dëgjon edhe bën pyetje, kështu që të falenderoj shumë për ftesën, edhe falenderoj televizionin e Maqedonisë që më ka hap dyert për gjithmonë gjëra tjera, po edhe gjithmonë që tregoj gjëra që po vinë, edhe të informojmë realisht publikun për muzikën klasike. Është kënaqësi, faleminderit që erdhe, faleminderit që më nderove studion. U zgjat ajo takimi jon me arsye të mira, sepse kishte edhe gjëra të reja të cilat ndodhen. Mos hezito, kur të takohemi ndonjëherë në montazh të më tregosh diçka të bukur të cilën duhet ta transmetojmë edhe në televizion, mirë po unë ko pas kohë hy juve artistëve dhe ju shoh edhe në faqen e Facebookut dhe shoh ato aktivitetet dhe uroj që ne sigurisht të takohemi përsëri me gjëra të tjera të cilët ja vlen dhe dëshirojmë që ti publikojmë dhe ti bëjmë publike dhe për interesin publik dhe për shikuesit tanë. Faleminderit që gjete kohën dhe mundësinë të jesh pjesë e Faleminderit emisionit. ju shumë për ftesën. Pra miq dhe shikues të nderuar, ne këtu e mbaruam bisedën, sigurisht do të rikthehemi sërish në studio për të përshëndetur. Pra të nderuar shikues, kjo ishte e tëra. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ne sigurisht do të ritakohemi dhe të dielën e ardhshme në terminin tuaj të zakonshëm. Deri atëherë, mirëmbëjtje.